Ky pendimi jon që na e bajmë, istighfari jon, duhet me kanë vëllezër i vërtet. Duhet me kanë i sinqert. Mos me kanë diçka që vetëm njeri e bën shprehi, domethënë si lvizje e gjuhës. Po duhet me kanë i vërtet kur thuti e tubu ilej. Po kërkoj faljen e Allahut edhe po kthehem me pendim te Allahu. Kjo ka kuptim madhështor. Do ti tash po tregon se je kthy prej aty gjunahut në bindjen te Allahu subhanahu wa taala. E jo me e bavë dhe shka vetëm me gjuhë, ndërkohë që në zemrën e ki dhanë që të fokusume të gjunahë, e ki në mendje gjunahë, apo shka praktisën e ndonjë obligimi. Gjymtyrët i ki tilla që vazhdojnë ende me e batë gjunahë, e nuk ndalen, nuk e nëzit vetën mu largu prej aty gjunahë. Personi që është i tillë dhe nuk shuhet taib, nëse e ki gjendje, nuk je i pendum realisht prej gjunahë. Nuk je i pendum. Ma se të veç tu astaghfirullah me gojën tane, me gjuhën tane, ndërsa vazhdon kryen e aty gjuna, nuk e nxit, nuk e lufton veten mu largu prej aty gjuna, të nuk je i pendum vëllezër, realisht. Ti je veç mustaghfir, do të vesh je duke kërku falje çka me gjuhën tane. Pse se pendimi real çka është vëllezër? Pendimi real kërkon për te që ti mu shkput prej gjuna. Çka taubeja çka është? Taube do të thonë mu largu prej gjunahut në bindjen te Allahu subhanahu. Që është vepër e zemrës, siç thamë atje në fillim dersit. Nuk ka vepër e gjuhës kjo. Por që ti duhet me ndërmarr me zemrën tënde mu kthy drejt Allahut. Mirë pa atë do bëj istighfar vëllazër, vetëm me gjuhë. Nëse ti vazhdon gjuna, Ibn Taymi vëllazër ka përmend këta që kjo është një lutje si çdo lutje tjetër, edhe ndodh që sjell dobi te Allahu subhanahu wa taala. Don Allahu ti largon dënimet apo ndeshkimet, mirë po me meritu epitetin që je njeri i pendum, nuk e meriton. Do të thonë se vazhdon në kryerjen e gjunaheve. Pra kur thuti e tubu ila Allah, un po pendohen te Allahu. Zësh kësam kjo ka kuptim madhështor, qëllimi është që ti me kanë i vendosur në atë pendim edhe mos më u kthy, domethënë me vendos me zemrën tënde që mos më u kthy më aty gjunah, edhe mu largu prej aty gjunah. E jo me kanë i tillë që posa t'jepet mundësia ti më një herë çka hin atë gjunah. Edhe bjen domethënë më një herë për testimet e se kështu nuk konsiderohesh njeri i pendum. Andaj vëllezër, këtë kjo që e tham, na mëson se na vazhdimisht duhet me ripërtri vëllezër pendimin ton. Duhet me ripërtri. Shta Shejkhul Islam Ibn Taymi rahimahullah, kush ka qenë Shejkhul Islam vëllezër? Me dijen që e ka pas, veprat e mëdha që ai ka bërë për Islamin edhe muslimanët, ka thënë inni fi kulli yawmin ujaddidu islami. Wa ma sahha li islamun ba'du, ka thonë pasha Allahun unë çdo ditë e ripërtri islamin tim. Ka thonë edhe ende nuk kam hyrë në islam, ka thonë ashtu siç duhet. Kjo edhe pse nuk e ka thonë këta nga modestia, siç mundem me mendon disa. Po e ka thonë prej asaj që e cekëm që sa më shumë që i shtohet njeri dituria për Allahun subhanahu wa taala. Patjetër ki me pa veten shumë shkujdesun në raport me Allahun subhanahu wa taala. Sa vëzë njeri a ke pa në fillim kur mëson diçka, mendon se i ka arrit, domethënë një grad madhe dijes. Mirë, po sa më shumë që thellohet në çat dije, e vren se dija aty është shumë e mangë. E vren se dija është shumë e gjatë. Kështu është edhe me dijen fetare. Sa më shumë që të mëson për Allahun, njoftohesh me Allahun, me cilësitë e tij, pastaj e sheh siç tham gjendjen tënde, e vren se kish kujdesje të madhe. Kur mëson për fen islame, xhiro diapazoni dijes për fen islame, i sheh ato detajet e rrugës drejt. Vepra që na i ka lehtësuar Allahu subhanahu wa taala. Pastaj e sheh gjendjen tënde dhe të njerëzve se sa shumë ka gjana që na rrethojnë, që na shpërqendrojnë nga Allahu dhe nga rruga e drejtë, që i shfaqen zemrës. Atëherë, do që mundohet me të largu nga Allahu dhe nga krijuesi, kjo të bën patjetër që ti vazhdimisht me ripërtri vëllazër pendimin. E gjana që na shpërqendrojnë vëllazër janë të shumta. Epshet, dyshimet, pastaj gjëra tjera që ndërlidhen me çështjen e tauhidit, ta njollosin tauhidin, besimin, ikhlasin, sinqeritetin, siç është riaja, syfaqësia, as-sum'a, por kur njeri bën punë që don mu dog para njerëzve, me dëshiru famë para njerëzve, gjana të tilla domosht që të vinë mendjen tënde, në vizjet e tua, në heshtjen tënde, në folurit ton, leximin e Kur'anit, dhikr shfaqjen, këto vëllazër ti ki nevojë vazhdimisht me i nejt vetit gati. Edhe më kujdes për njëtin ton. Ki nevojë domosht për si ripërtritje të ubes edhe istighfarit. Punë për dëshmëri që ai kryen vëllazër, shikoni puna, vajtja, ardhja, ngrënia, pirja, xhumi, gjitha këto vëllazër kemi shkujdese të mëdha.
Si në raport me Allahun, si në raport me krijesën. Që ndoshta në të ardhmen kimë dhënë llogari kur dilsh para Allahut subhanahu wa taala. E pashtu kish kujdesje, ki mangësinë, falënderimin e Allahut për çdo begati siç tham shumë tash i ka dhënë. Shkon vetëm xhumin vëllezër. Nëse njeri thonë nuk e merr atë hisën e nevojshme të xhumit, thonë që e ka brenda 24 orëve, shkon sikur me kanë dita e tij, domethënë. Bon çdo gjë që është rregullohet. Ki vështirësi domethënë me funksionu ashtu siç duhet. Pastaj nëse kjo gjendje e jote vazhdon, thonë edhe e kalon në tëra pa xhum, ka plosh prekën nga smundje ndryshme, shërgullime ndryshme. Këto begati që i ka jep Allahu, po ashtu edhe me ushqim edhe me pije. Andaj duhet me falenderu Allahun subhanahu wa taala. E kjo nëse ndalemi me mendojmë për gjendjen tonë, ka shi këtyre begative, pastaj si stan veprave tona të mangëta që i kemi, mangësitë tona, shkujdesjet tona, pastaj edhe këto punë që i bëjmë, von Allah alem sa jemi të sinqert në ato që i bëjmë në raport me Allahun subhanahu wa taala, në anjollosën jetën tonë. Krejt kjo ta kthem vëllezër të kjo që tham pika që duhet me luftu veten, duhet me nejt gati vetë, duhet me pastru jetën tonë. Sikur kur je vet, sikur kur je në publik. Në veçantë nëse Allahu subhanahu wa taala të ka dhënë vëllezër begati, edhe njerëzit më thanë ma gjepse nëse çka mahniten nga begatisë që ka jep Allahu subhanahu wa taala, edhe je i tillë domethënë që njerëz ndikohen prej teje, andaj kjo duhet me kanë e tillë që me të jep domethënë kujdes shtesë, dhe me pas kujdes veprimet e tua, fjalë që ai thu, edhe vazhdimisht me kanë e tillë që me ripërtri islamin ton çdo ditë, mu pendu te Allahu subhanahu wa taala me qindra mira herë, me shpresë që Allahu pastaj me ta pastru zemrën, edhe ti mu kthy me pendim te Allahu subhanahu wa taala. Përkundrazi vëllazër, Allahu na ruaj, nëse njeri nuk i rrin vetit gati, nuk e pastron zemrën e tij me istighfar, atëherë kimë vazhdu, domethënë çka vazhdimisht kimë rate poshtë, edhe kimë vazhduar humner edhe ndevijim, edhe nëse ana jote jashtë duket se është në rregull. Edhe domethënë ana jote jashtë para njerëzve duket se është ashtu siç duhet. Se njëti vëllazër është i tillë që vazhdimisht ndryshon, vazhdimisht preket nga njolla ndryshme. Edhe pastaj nëse ti nuk i rrin vetit gati, ma nuk i me pas jetën tonë në kontroll. Andaj duhet me luftu veten, edhe duhet me kërku edhe ndihmën e Allahu subhanahu wa taala.